Ekipi i Kuqezi nga 5 janari është duke punuar në Tetov, ndërsa nga data 17 janar do të zhvendoset në Antalya, ku do të qëndrojë deri më 1 shkurt. Gjatë fazës përgatitore, krahas seancave të rregullta stërvitore që i ka planifikuar stafi teknik, ekipi do të zhvillojë edhe 5 ndeshje kontrolluese, prej të cilave 1 në vend dhe 4 në tokën turke. Ndeshja e parë kontrolluese do të zhvillohet në vendin ton, kundër ekipit AB Brera më 15 janar. Gjatë qëndrimit në Turqi, Shkëndija do të përballet me kundërshtar cilësor ndërkombëtar në 4 teste kontrolluese. Sipas orarit të paracaktuar, më 20 janar përballen me ekipin ukrainas FC Oleksandria, më 24 janar kundër ekipit slovak FC Podbrezova, më 28 janar FK Sarajeva nga Bosnia e Hercegovina dhe ndeshja e fundit do të zhvillohet më 1 shkurt kundër ekipit FC Ordabasi nga Kazakistani. Qëllimi i këtyre ndeshjeve kontrolluese është që stafi teknik t'i shfrytëzojë për të rritur nivelin fizik dhe taktik të skuadrës, si dhe për të testuar formacionin në prag të rifillimit të garave zyrtare.